Prova. 1, 2, 1, 2. Jona. Gati? Super energji të rinj të qarkut Elbasan, kështu që duaj një dorë trokitje për të gjithë ju këtu. Unë jam Fabio, një njerëz si ju. Unë besoj se politika duhet të udhëhiqet nga njerëz me vizion dhe përkushtim të vërtetë. Sot unë kam nderin të prezantoj drejtuesin politik Partisë Socialiste për qarkun Elbasan, zotin Arbian Mazniku. Ai është aktualisht ministri i shtetit për pushtetin vendor, ka shërbyer si kryetari i Bashkisë së Tiranës për 8 vite dhe më parë si zëvendës ministër i arsimit dhe sportit. Formimi i tij profesional përfshin studimet në Universitetin e Tiranës, Universitetin e Sheffield në Britani dhe programe leadershipi në Harvard. Ka qenë aktiv në shoqërinë civile dhe organizata që kanë mbështetur rinin, debatën dhe transparencën në qeverinë. Sot, ai është kapiteni i ekipit tonë Elbasan, një lider që vjen me përvojë konkrete elektorate dhe qeverisje, dhe së bashku me kryeministrin Edi Rama, ka vendosur përpara elektoratit një nga ekipet më të mira dhe më gjithëpërfshirëse që ka pasur ndonjëherë qarku i Elbasanit. Ku unë jam i bindur që secili për jush në këtë sallë arrin të gjejë dikë që e përfaqëson më së miri. Me një duratrokitje shumë të fortë, presim zotin Arbian Mazniku. Përshëndetje të gjithëve. Ti dëgjoj edhe njëri çik. Ti marri mirë me radhë, dëgjoj mirë Librazhdin. Okej. Ku është Cërriku? Okej, Peqini ku është? Belshi, Gramshi, Prenjasi, edhe Elbasani. Bravo! Atere, energjia e të rinjve është jashtëzakonisht një fuqi shumë e madhe Partisë Socialiste dhe në garën që kemi përpara, e cila është një garë e jashtëzakonshme, është një garë e cila veçanërisht për ju të rinjt
ka një domethënie më shumë se sa çdo herë tjetër. Ne zgjedhje bëjmë çdo 4 vjet, çdo 4 vjet vim tek njerëzit, diskutojmë, flasim si do qeveriset vendi, si do ndahet buxheti, si do bëjnë investimet, rrugët, arsimi, shëndetësia, por këto zgjedhjet janë të jashtëzakonshme për një arsye tjetër, janë të jashtëzakonshme pasi për herë të parë në histori, që në 1912-ën, që kur është krijuar shteti shqiptar, ne jemi realisht në derë të Evropës dhe shumë nga ju, disa nga ju të cilat janë sapo kanë mbushur 18 vjeç dhe është momenti që marrin pasaportën, do kenë mundësi që shumë shpejt të kenë një pasaportë e cila mos thotë thjesht Republika e Shqipërisë, po të thotë Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë dhe të jenë qytetarë të barabartë me Evropën. Disa nga ju do thonë, po dëgjoj, ne edhe sot lëvizim nëpër Evropë. Si na e ndikon kjo ke jeta jonë? Dhe unë e them këtë gjithmonë me një shembull që lidhet me bashkitë. Secili për jush ka kryetar bashkie shumë të mirë në qytetet respektive dhe janë një skuadër të cilët unë jam shumë nderuar me të cilët punoj, të cilët gjithë ditën shqetësohen për problemet që ka qyteti juaj, rrugët, infrastruktura, çerdhet, kopshtet, shkollat, ujë. Por sado që të mundohen kryetarët e bashkive nuk ja dalin dot gjithmonë që t'i zgjidhin gjithë problemet e bashkisë, po nuk patën në Tiranë disa njerëz që i kapin telefonin dhe po nuk pati disa njerëz që dhe këta si kryetar bashkie i ka lënë vend vetes që dikush në Evropë, dikush në Tiranë t'ia kapi telefonin. Ndaj dhe pasja e njerëzve të cilët janë përfaqësues të territorit tuaj, janë përfaqësues të qyteteve tuaja në Tiranë, janë njerëz të cilët jo vetëm ju përfaqësojnë shumë mirë, po janë krah për kryetarët e bashkive për të përmirësuar jetën në qytetin tuaj. Dhe siç është ky raporti midis bashkisë dhe Tiranës, njësoj kështu është raporti midis Tiranës dhe Brukselit. Duhen eksaktësisht të dy elementët. Duhet spari një njeri i cili shqetësohet për hallet e njerëzve, shqetësohet për problematikët, do ta zhvillojë vendin, do ta çojë vendin përpara, po duhet që ky njeri gjithashtu t'i ketë lënë vend vetes që kur merr në telefon në Bruksel apo në Evropë, t'ia hapin telefonin. Dhe kur e shef garën kështu, besoj që gara bëhet realisht e qartë. Pyetja është kush mundet ta çojë Shqipërinë përpara? Kush ka një vizion për ta ndryshuar jetën e njerëzve? Kush ka një ide se si mund të ecin gjërat përpara në vendet tona, në qytetet tona? Po kush është dhe një person që i ka lënë vend vetes që në Evropë t'ia kapin telefonin gjithkohës? Dhe përgjigjja për këtë unë besoj është e thjeshtë. Është Edi Rama dhe Partia Socialiste. Ndaj, kjo është thelbi i garës dhe i këtyre ditëve që kemi përpara. Kemi 44 ditë nga sot deri në zgjedhje dhe thelbi është ne nuk kemi thjesht një garë për zgjedhjet e radhës. Ne kemi një garë për 100 vjet të ardhshme të Shqipërisë, për drejtimin që do të marrë Shqipëria. Nëse Shqipëria do të eci në drejtimin e zhvillimit, infrastrukturës, bërjes të barabartë me vendet e tjera të Evropës, që secili prej jush ketë mundësi të shkojë në Erasmus, të lëvizë në Evropë, të shkojë të studiojë në një universitet evropian, të bëjë një master njësoj si qytetar evropian drejt zhvillimit, apo kthehemi mbrapsht në rrugën e kënetës dhe moçalishteve që janë rreth qark kënetës. Dhe unë besoj që asnjëri nuk e do një gjë të tillë. Ndaj dhe me drejtimin e kryeministrit, por dhe me një skuadër shumë të mirë të Elbasanit, e cila përfaqëson të gjithë trevat, gjithë territorin, gjithë zonat, një grup që është i ri, pra një gjë për cilën janë shumë krenar, nëse mosha mesatare e të gjithë kandidatëve të Partisë Socialiste në Shqipëri është 44 vjeç, prapë shumë e re për të qenë politik. Mosha e kandidatëve të qarkut të Elbasanit është 40, pra jemi 4 vjet nën mesataren kombëtare, që thotë kemi një grup edhe më të ri. Dhe përveç se përfaqësojnë njerëz të arsimuar, një pjesë e vogël janë arsimuar jashtë dhe janë kthyer për të kontribuar në vend, po janë njerëz të cilët janë të gatshëm për të mbajtur atë betejë të radhës që kemi përpara për negociuar me Bashkimin Evropian dhe për ta fajsuar siç duhet vendin, por dhe për të sjellë shqetësimet më të mira të qytetarëve në qendër për të dhënë atyre zgjidhje. Ndaj dhe besoj që sfidat tona janë të qarta dhe rruga jonë është e qartë dhe duhet që këto 44 ditë që kanë ngelur, secili prej jush, si njëri aktiv, si një pjesë e familjes tonë, të marrë kohën për të trokitur në çdo derë, për të takuar një mik, për të folur me një shok, për të shpenzuar pak minuta në botën digjitale, në Facebook, në Instagram, për të komentuar, për të ndarë një koment apo për të diskutuar me një mik, në mënyrë që të sigurohemi se secili prej nesh të bëhet një mënyrë se si e transmetojmë këtë mesazh përpara,
për të siguruar që në zgjedhjet e ardhshme secili për jush të japë një kontribut të jashtëzakonshëm që Partia Socialiste të marrë në Elbasan rezultatin më të mirë që ka marrë ndonjëherë. Kështu që forca dhe këtë kohë që kemi përpara, forca. Tani do japim fjalën të rinjve për të bërë një diskutim. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje më e bukur Arini. Unë quhem Benila, një e re nga Librazhdi, dhe sot do të flas si një e re e një brezi të ri që nuk do të ikë, por do të qëndroj dhe ta ndërtoj të ardhmen këtu. Në qytetin ton që po rilind. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Albina, një e re nga qyteti i Prenjasit. Një qytet që ashtu si Librazhdi ka filluar të marrë frymë ndryshe. Vetëm në këto 10 vitet e fundit, në Librazhd janë ndërtuar dhe ngritur nga e para 10 shkolla. Janë ndërtuar 3 terrene sportive dhe së fundmi është ndërtuar qendra rinore, një hapësirë e re, moderne, vetëm për të rinjt. Tani besoj se kemi më shumë arsye për të qëndruar, më shumë mundësi për të kontribuar dhe për të qenë këtu në vendin tonë. Në qytetin e Prenjasit, gjatë këtij 10 vjeçarit të fundit, janë investuar 12 rrugë të reja, duke lidhur më mirë qytetin me fshatin apo dhe zonat përreth. Dhe sigurisht, mbështetja për ata që kanë më shumë nevojë nuk ka munguar. Tani kemi një qendër për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe shumë shpejt do të hapet dhe qendra rinore moderne, e cila do të ofrojë kurse arti për të gjithë të rinjt pa pagesë. Pra Benila, edhe ne, qyteti i Prenjasit, do të krijojmë hapësira për të rinjt dhe të rejat në Prenjas. Ajo që më jep më shumë besim sot, është që kemi përfaqësues që e kuptojnë gjuhën tonë, si Bora Muzhaqi, Ministrja e Rinisë dhe Fëmijëve, një zë i fuqishëm për të gjithë të rinjt, e pranishme në terren me energji dhe me projekte konkrete për Shqipërinë dhe për rinin, për Shqipërinë Europiane, Shqipërinë 2030. Shqipërinë në Bashkimin Evropian, aty ku e ka vendin. Dhe dua të shtoj që Bora është përfaqësuesja jonë e Librazhdit, por edhe e Prenjasit. Dhe gjithashtu është një zë i sigurt në kuvend. Një tjetër përfaqësues, Olsi Komici. Lindur dhe rritur në Librazhd, një jurist me provojë në administratë dhe në sistemin e drejtësisë, që vjen me integritet dhe profesionalizëm për të na përfaqësuar me dinjitet në kuvend. Një zë tjetër i rëndësishëm, Ela Toçka. Një juriste e re, e përkushtuar dhe me eksperiencë në administratën politike. Një zë i ri për një politikë më të ndershme dhe më të afërt me qytetarët. Ne jemi brezi që nuk do thjesht premtime, por rezultate, realitete. Brezi që nuk kërkon më të ikë, por të qëndroj dhe ta ndërtoj të ardhmen këtu, në Shqipërinë tonë. Gjithashtu, pasaporta europiane për çdo shqiptar nuk është thjesht një vizion, është një projekt që kërkon një mandat më të fortë për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Për Prenjasin, Për Librazhdin, për ne, për të ardhmen, një mandat më i fortë. për Shqipërinë Europiane. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve.
Unë jam Engji nga qyteti i Peshinit. Jam sot këtu përpara jush bashkë me dy miq të mi shumë të mirë nga qyteti i Gramshit. Jam bashkë me Arsenin dhe Blerinën. Qëndrojmë përpara jush si tre të rinj, të cilët përfaqësojnë 4 bashki me një potencial të lartë zhvillimi. Bashkinë e qytetit të Gramshit, Cërikut, Bekshit dhe Peshinit. Katër bashki që duan zhvillim të barabartë dhe përfaqësim dinjitoz në kuvend. Dhe për këtë, jemi me fat që kemi në skuadër një emër që i njeh të gjitha këto zona, Ermal Elezin. Si drejtuesi i Agjencisë për Mbështetjen e Veçeverisjes Vendore, ka ndjekur nga afër problematikat e çdo bashkie në vend. Dhe tani që është në listën e mbyllur për deputet, do të jetë një zë edhe më i fortë në kuvend. Ermali në fakt është përfaqësuesi të gjithëve dhe ka bindjen personale që do të na përfaqësojë në mënyrë shumë dinjitoze të gjitha shqetësimet e të 4 bashkive. Kur flasim për bashkit, sigurisht që nuk duhen harruar edhe ato që janë arritur gjatë qeverisjes së Partisë Socialiste me në krye kryeministrin Edi Rama. Në Gramsh, zhvillimi ekonomik, zhvillimi nuk është vetëm një premtim, por është realitet. Vetëm 5 vitet e fundit, hapësirat publike dhe sheshet e qytetit janë transformuar plotësisht, duke i dhënë Gramshit një pamje dhe funksionalitet të ri. Ndërkohë, sistemimi dhe asfaltimi i unazës së qytetit është një nga investimet më të rëndësishme, prej të cilëve kanë përfituar direkt rreth 5.000 banor. Prandaj, jemi krenar që do të kemi një super kandidat, një figurë të re dhe energjike, një neurokirurg i njohur në Shqipëri për përkushtimin e lartë në profesion dhe në komunitet. Geldon Fejzo. Me qasje të re dhe vizionare do të kontribuoj për të përmirësuar komunitetin tonë. Edhe në Cërik ka pasur plot zhvillime, jo vetëm në hapësira urbane si Gramshi. Rikonstruktimi i shkollës profesionale Mihal Shahini ka përmirësuar shumë sektorin e arsimit jo vetëm në rang qarku, por edhe në rang kombëtar. Përsa i përket sektorit të bujqësisë, tashmë janë mbi 100 hektar sera të reja 4 vitet e fundit. Janë rritur sipërfaqet e mbjella me pemë frutore, duke kthyer Cërikun në një pol bujqësie për qarkun e Elbasanit. Prandaj edhe kandidati i Cërikut sigurisht vjen nga kjo fushë, Shkëlqim Bullari. Një sipërmarrës i njohur me rënë në bujqësi dhe agroturizëm, që vjen në politikë për t'i dhënë zë hallëve dhe mundësive të kësaj zone. Në fakt, teksa dëgjoj miqtë e mi që flasin për hapat e rëndësishëm që janë bërë në këto qytete, nuk mund të ri pa përmendur dhe hapat e rëndësishëm që janë bërë në Peshin. Këtë vit, ne kemi një treg agro-ushqimor, i cili është një hap shumë i rëndësishëm në bujqësi, duke bërë që të ketë një impakt të drejt për drejt në 300 biznese dhe 40.000 banor të zonës. Duke bërë kështu që të largohemi nga shitësit ambulant dhe me cilësi jo të mirë. Po ashtu janë bërë hapa të tjerë shumë të rëndësishëm që më duhet i përmend edhe pse janë në proces, në fusha të tjera që kanë impakt shumë të madh në banorët e kësaj zone, duke nisur që nga infrastruktura, po ashtu rehabilitimet e shesheve dhe hapësirave publike dhe krijimi i hapësirave për fëmijë me aftësi të veçanta, i cili është një nga projektet tona aktual. E gjitha kjo punë shumë e mirë dhe të tjera të cilat ne kemi në proces bëhet fal për kushtimit të kandidatit ton zotit Sajmir Hasalla. Jemi shumë me fat sepse ne tashmë e kemi testuar punën e mirë të Sajmirit
Dhe gjithashtu dua të përmend edhe eksperiencën dhe përvojën që ai ka patur në administratën publike. Ish kryetar bashkie, jurist dhe deputet aktual në Komisionin e Ligjeve. Ai është një njohës shumë i mirë i qytetit dhe qytetarëve dhe kam dhe në këtë rast bindjen që do të adresoj në mënyrë të dur të gjitha problematikat e qytetarëve. Folëm për bujqësinë, por në Belsh do të doja të theksoja projektin e rilindjes urbane, që ka kthyer Belshin nga një pikë kalimi ku rrallë ndalonin njerëzit në një qytet turistik. Kjo fal rivitalizimit të liçenit dhe rjetëzimit urban. Edhe në Belsh, përfaqësimi do të vinë nga një grua që e njeh çdo cep të qytetit, ajo është Ervina Mete. Ervina ka eksperiencë të gjatë në administratën vendore si pjesë e Bashkisë Belsh në pozicione drejtuese dhe ka një lidhje të fortë me komunitetin. Kjo është skuadra jonë, njerëz që nuk vinë nga retorika, por nga puna dhe janë pjesë e komunitetit tonë, nga angazhimi i përditshëm, njerëz që dinë çfarë do të thotë të jesh pranë qytetarit. Sepse sot ne nuk flasim vetëm për vota, por flasim për Shqipërinë 2030. Për një pasaportë europiane që çdo shqiptar dëshiron të ketë. Për lirinë, për të lëvizur, për punësim dhe dinjitet në çdo hap të Europës. Për Gramshin, Peqinin, Cërrikun dhe Belshin, një mandat më i fortë për Shqipërinë europiane. Faleminderit. Përshëndetje Elbasani, përshëndetje Shqipëri Europiane. Unë jam Stacey. Dhe unë jam Ali. Ne jemi dy të rinj nga një qytet i cili po ecën me ritëm dhe energji të re. Në 10 vitet e fundit në Elbasan janë investuar mbi 55 milion euro. Në arsim kemi shkolla të reja me standarde europiane dhe sipërfaqe të reja infrastrukturore, shkollore për ta çuar më tej transformimin në dije dhe arsim. Kemi në listë të sigurt zonën e Vjeskushi, politikane me përvojë, deputete, pedagoge, dekane, antare e kryesisë, sekretare gruas në Partinë Socialiste dhe ish ministre në arsimit. Zyshe Visi ka qenë gjithmonë një zë i fortë për arsimin cilësor dhe fuqësimin e tarifit përmes dijes. Ajo është garancia për arsimin dhe investimin për të rinjt, që do të jetë prioritet dhe mandatin e ardhshëm për Elbasanin. Në listën e hapur kemi Desantila Tahirajn, që është një figurë e njohur e qarkut, një doktorante me titullin profesoreshe asociuar dhe pedagoge. Ajo sjell në kuvent ekspertizë, kujdes dhe profesionalizëm për një zhvillim që nuk di askënd, që nuk la askënd pas. Në listë hapur kemi dhe zotin Florence Pau. Mjek i përgjithshëm dhe deputet aktual me një zë të fuqishëm në mbrojtjen dhe interesave të qytetarëve. Elbasani ka bërë përparim në shërbimin mjekësor për të rinj dhe restaurimin e qendrave rinore dhe të këshillimit të karrierës, duke ofruar më shumë mbështetje për të rinj. Florenti sjell në politikë ndjeshmërinë sociale dhe përkushtim për shëndetin dhe rinin. Përfaqësuesit tanë vijojnë. Në listën e mbyllur kemi Adi Qosen. Ekonomist dhe funksionar publik me karrierë të pasur në administratën vendore dhe drejtues i strukturave rinore të PS-s.
Elbasani po synon krijimin e një hubi kombëtar teknologjik tek parku industrial. Adi është pjesë e brezit të ri që ndëron, zbulon dhe inovon për t'i dhënë Elbasanit më shumë zhvillim dhe punësim. Në listën e hapur kemi gjithashtu Aulona Bylykbashin. Juriste, pedagoge dhe nënkryetare e Bashkisë Elbasan. Ajo përfaqëson një qasje inovative dhe sociale për gratë, të rinj dhe shtresat në nevojë. Në një qytet që ka nevojë për synimin e modernizimit të lagjeve historike si Kala, duhet një përfaqësim që ka një vizion të ndjeshëm dhe të vendosur për të ruajtur ato që kanë trashëguar dhe për të lënë një trashëgimi në brezat e ardhshëm. Në fakt kemi dhe një tjetër figurë të njohur, zotin Agron Gaxho. Me pozicion drejtues dhe përvojë në shëndetësi, kulturë dhe infrastrukturë. Ka dhënë kontributin në shumë institucione qendrore lokale. Ndërsa Elbasani po synon të kthehet në qendër ekoturizmi dhe turizmi kulturor. Agroni sjell një përvojë të çmuar për zhvillim të qëndrueshëm dhe të balancuar. Pjesë e skuadrës sonë është dhe zoti Luan Duzha. Deputet aktual me eksperiencë të gjatë parlamentare që njeh në thellësi problematikat e qarkut tonë dhe të Shqipërisë. Për ne dhe ka kontribuar dhe do të kontribuar të shojë për Partinë Socialiste dhe Socialistët, si për të gjithë Elbasanit dhe të gjithë Elbasanlit. Elbasani nuk është thjesht një qytet i madh, është qendër zhvillimi që po synon të jetë porta drejt Shqipërisë Europiane. Shqipëria Europiane është më afër se kurrë, dhe kjo vetëm fal vizionit të kryeministrit tonë, zotit Edi Rama. Dhe kjo skuadër e Partisë Socialiste për Elbasanin është gati të bërë realitet të gjitha objektivat tona, për të pasur çdo shqiptar me pasaportë europiane, me ekzistencë përfaqësimi dhe punë konkurrente. Voto Partinë Socialiste. Për Elbasanin që duam, voto numrin 5. Përshëndetje rinia Elbasani. Sot nuk jam këtu vetëm si Ina, por si një ere nga Sot nuk jam vetëm si Ina e qytetit të zemrës time të Elbasanit, por gjithashtu dhe si pjesë e platformës Akademisë Politike të Partisë Socialiste. Një platformë që ka trajnuar brezin e ri të përfaqësuesve të vendit. Për shumë prej nesh, ky ishte hapi i parë drejt pjesëmarrjes konkrete, aty ku fjala jote dëgjohet dhe përgatitja vlen. Prandaj dhe ndihem krenare sot të prezantoj sot 3 kandidatë të rinj që vinë nga një tjetër platformë shumë e rëndësishme e Partisë Socialiste, ajo e deputetit që duam. Një platformë që i ka dhënë hapësirë njerëzve me integritet dhe përgatitje për të qenë pjesë e vendimarrjes së vendit tonë. Krenaria është më e madhe sepse kjo platformë është koordinuar në gjithë vendin nga një përfaqësuese e qytetit tonë, nga Ministra e Rinisë Bora Muzhaqi, që me përkushtim dhe dashamirësi ka ndjekur çdo hap të këtij procesi duke i ofruar një mbështetje të mëtejshme të gjithë kandidatëve në rrugtimin e vështirë të politikës. I pari që dua t'ju prezantoj është Arlind Kullolli. Një mjek i ri i specializuar në ortopedi dhe traumatologji. Është një nga ata të rinj që nuk flet shumë, por punon fort dhe ka shumë për të dhënë. E dyta është Sara Mila, një profesioniste me formim në shkencat politike dhe me përvojë si drejtore e shërbimeve të brendshme në shërbimin social shtetëror. Ajo përfaqëson një brez vajzash që e shohin politikën si mision për të ndihmuar njerëzit dhe për të bërë ndryshim. Dhe i treti, Musa Coha, një profesionist me eksperiencë në projekte zhvillimore inovative.
me fokus digitalizimin dhe teknologjinë. Musa është zëri i atij brezi që do ta bëjë administratën më efikase, më transparente dhe më pranë qytetarit. Të tre këta të rinj janë dëshmia që rinia shqiptare nuk është spektatore, por pjesë e lojës, e angazhuar dhe përgatitur për të marrë përgjigje. Angazhimi i tyre është një dëshmi që të rinjt duan vendin e tyre dhe besojnë tek vizioni për Shqipërinë europiane që ka Partia Socialiste dhe Kryeministri Edi Rama. Votoni Parti Socialiste, votoni numrin 5. Dhe me super kënaqësi ftoj kryetarin e Partisë Socialiste, Kryeministrin e Shqipërisë, zoti Edi Rama. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe për gëzime për këtë organizim të veçantë të prezantimit të deputetëve. Në të vërtetë simbolikisht ky format prezantimi thotë edhe diçka tjetër që është përtej vetë emrave që u prezantuan, që kjo është një hapësirë Partia Socialiste ku tani më është koha për t'i dhënë gjithnjë e më shumë zë atyre që janë më të rinj. Për t'i dhënë gjithnjë më shumë zë vajzave dhe djemve që vinë nga të gjitha rrugët e jetës, që vinë nga qendra apo periferia, që vinë nga kryeqyteti apo qytetet e tjera, që vinë nga qyteti apo nga fshati, dhe që kanë dëshirë të thonë fjalën e tyre, e nga ana tjetër kanë edhe këmbguljen që të dëgjohen për fjalën që thonë. Dhe unë jam shumë i lehtësuar, kjo është fjala e dur, i lehtësuar, që pas një përpjekje jo të shkurtër, e kemi nisur që në shtator këtë proces me të gjithë drejtuesit politik, ne kemi arritur që t'i japim shqiptarëve kudo ku janë në Shqipëri ose jashtë kufive të Shqipërisë, dhe t'i japim çdo qarku, t'i japim çdo bashkie, t'i japim çdo komuniteti një mundësi zgjedhje që nuk e ka pasur më parë, duke i dhënë përmes kësaj skuadre dhe një ide të qartë se cila do tjetë jo vetëm skuadra jonë përfaqësuese e mandatit 4, po cila do tjetë Partia Socialiste e 2030-s. Dhe një nga deputetët tuaj në kuvend do tjetë Bora, por mos harroni, keni parasysh që 4 vite më parë, Bora ishte si një për jush, si njëri apo njëra për jush që konkuruan përmes platformës deputetit që duan dhe që nuk shkoi në kuvend. Nuk shkoi në kuvend, megjithatë filloi një rrugtim dhe sot ajo vjen pas një eksperience në një rrugë të filluar nga një aplikim, me shpresën se aplikimi nuk ishte thjesht një lojë nga ana jonë, por ishte një mundësi. Dhe t'jeni të bindur që mundësit
e shtuara për ata që janë më të rinj, janë sot qëllimi im më i madh në mënyrën si unë besoj se Partia Socialiste duhet të kryej me sukses, duke fituar, duke qeverisur, por dhe duke ndryshuar dhe duke u përgatitur kalimin e stafetës nga një gjenerat tek tjetra. Dhe mos harroni që dikush këtu nga vajzat apo djemt e prezantoi Evisin si politikane me përvojë, në të vërtetë Evisi që po është sot një politikane me përvojë, e ka nisur këtë rrugtim si një pedagoge, mos besuese si fillim se mund të përfshihej në politik, se këta të kalas janë edhe kështu që të shohin edhe e mendojnë 7 herë para se ta vendosin ta thonë herën e 8 dhe pastaj ta thonë vetëm herën e 9 se çfarë konkluzioni kanë nxjerrë. Dhe si Evisi janë edhe të gjithë të tjerët, edhe Arbi, edhe të tjerë që sot janë në pozita drejtuese edhe në qeveri, janë pjesë e një gjenerate që hyrin Partinë Socialiste për të marrë një stafet. Dhe sot është koha për të përgatitur kalimin tjetër të stafetës. Dhe sot është koha kur deputetët që janë në skuadër, që vinë nga platforma e deputetit që duam, apo vajzat e djemë që kanë aplikuar në platformë, por nuk janë pjesë e skuadrës këtu në Elbasan apo në të gjithë Shqipërinë, apo edhe ndonjë nga këta që folën që do ketë kurajon të dalë prapë në skenë edhe mbas lapsuseve nga emocionet që do ketë këmbguljen dhe vazhdoj të punoj, do jenë ata që shumë më shpejt se sa që duket sot, do të përfaqësojnë Partinë Socialiste kur Partia Socialiste të jetë në kryet punëve përsëri në Shqipërinë që do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Dhe mua më vjen shumë mirë që ne kemi arritur që t'ju japim shqiptarëve mundësinë të zgjedhin, duke zgjedhur Partinë Socialiste, të zgjedhin partinë më të re dhe partinë më të vjetër. Të zgjedhin partinë me më shumë vajza dhe djemë, por dhe partinë me më shumë eksperiencë. Sepse kjo nuk është një zgjedhje si zgjedhja e një kontesti bukurie, as si zgjedhja e një gare se kush është më i riu. Kjo është një zgjedhje për të vendosur se kush do të qeverisë Shqipërinë, kush do të administrojë punët e përbashkëta të vendit. Dhe aq sa është e rëndësishme që të ketë shumë të reja dhe të rinj, siç kemi ne në skuadër, dhe ne të reja dhe të rinjt nuk i kemi si dekor. Nuk i kemi as si mbules me lule të një tavolinë të vjetër. Nuk i kemi lënë të gjithë në fushën e betejës, duke kyçur brenda në listat e mbyllura të gjithë ata që në fakt janë në një mas të madhe në rastin ton në fushë betejës. Dhe unë bashkë me pak të tjerë jemi në listat e mbyllura për arsyeën e thjeshtë sepse donim që të mos zilim të gjitha hapësirat e garës. Nga ana tjetër, është e sigurt sot që një pjesë e atyre që janë në listën e parlamentit të ardhshëm, siç është Adi këtu për shembull, janë deputet. Apo Ermali, pra janë deputet, janë sot deputet. Dhe këtu në Elbasan ju keni një shembull tipik të këtij dallimi. Dash Sula. Dash Sula, që unë i them Gjeli Dedit,
fitoi primaret. Dash Sula është, po i thosha që parë, nëse mua do më thoshin, shiko, nga gjithë këta që dalin flasin aty në parlament, hiqe njonin, unë Dash Sulën do isha. Sepse është më i vështiri dhe më i lodhshëm kur del atje. Është tamam gjeldedi, nuk mundej dot ta mbante Këneta. Edhe e nxori jashtë, komplet, pavarësisht se ai fitoi primaret. Mua më vjen mirë që Dash Sula nuk do jetë në parlament, që të kuptohemi. Kuptohemi. Dhe nuk ka gjë më të ëmbël në këtë lloj fushë kur kundërshtarin më të vështirë ta vret kundërshtari vet. Por kjo për të thënë që heqja e tij apo heqja e disa të tjerëve që dolën siç ishte kryetari i Partisë Demokratike të Kavajës, ai doli i pari në gjithë primaret e Tiranës, ai nuk figuron në listë fare. Apo të tjerë akoma, njerëz me vota, ato vota dhe Kënetës po vota. Çfarë tregojnë ato në tërësinë e tyre? Pse i hoqën? Sepse në fakt ne kemi bërë një listë dhe kemi paraqitur një skuadër për të qeverisur sot dhe për të siguruar që Shqipëria edhe mbasyrës Bashkimin Evropian është në duart e sigurta të një force politike që në përpjekjen e vet për ndryshuar Shqipërinë ka në ADN-n e vet ndryshimin e vetvetes. Ndërkohë që ata, bufi, është përgatitur për opozit. Dash Sula është hequr jo për 11 majin, është hequr për 12 majin. Dhe si Dash Sula, edhe ai kryetari Demokrati i Kavajës është hequr për 12 majin. Edhe të tjerë njerëz që nesër mund të ishin potencialisht një rrezik. Se kur bufit dalit thot me 12 majin a i vodhën qohu një revolucion të largoj mafjen Ramaik, zorë se gjeli detit do t'i shkon dhe mbrama bufit Kënetës dhe gjithë bretkocave që janë mbledh aty për të bërë këtë budallëk dhe 4 vjet tjera. Edhe bufi i mori edhe i kullufiti një nga një. Po Dashi i shpëtoi sa e kishte këtu gurmas duke gëlltit, fluturoi gjeli edhe është i lirë në përfushat e peqinit. Se po më tregonin se po bërim çfarë, po më tregonin që kishte dalë bufi dhe kishte thënë, e kishte pranuar që është bufi. Ky është hapi i parë. Ky është hapi i parë. Mirë po, më tregonin që kishte thënë që bufi është një gjë shumë e mençur që në shekuj është vlerësuar për mençurinë e vet, edhe që e kanë mbajtur si simbol. Po patjetër, bufi, ai i Kënetës vërtet, meriton respekt. Po jo kur bufi të vjen në Tiranë me bë politik. Për në Kënetën e Karavastas, jemi gati të gjithë ta mbështesim bufin e Kënetës në Tiranë, të shkojnë në Karavasta edhe të merret atje. Po jo buf Kënete i vesh me kostum, edhe me kravat që na tregon ne se si do bëhet Shqipëria madhështore me Kujtim Gjuzin. E merr gjëra fjala Kujtim Gjuzit ai merr të keqen. Se është më seriozi nga të gjithë në atë koalicion. Bolti shohësh mustegjet. Të paktën i ka i pal mustegje madhështore, se këta tjerët tani përtej Kënetës, bufit Kënetës, e gjithë moçalishteve rreth rrotull Kënetës, sepse kjo është në fakt e gjitha. Ne jemi në mes të dy zgjedhjeve që janë shumë të qarta. Ne kur flas ne them shqiptarët, njëra zgjedhje është në Bashkimin Evropian, brenda
brenda 2030-ës për të mbyllur negociatat deri në 2027-ën, dhe tjetra është në Knet. Duke zgjedhur rrugën e Bashkimit Evropian, krijojmë kushte që të thahet dhe Kneta. Ndërsa duke zgjedhur Knetën, jo vetëm që pengojmë një mision historik dhe i bie ndesh një ëndre shekullore, por mbajmë Knetën në jetë. Ky është dhe prandaj unë i them në radhë parë atyre që janë në atë kategorinë që thash më parë. Të gjitha ata që në primare dolën fitimtar dhe bufi i kullufitit gjithë, dhe të gjitha ata të tjerët që votuan për këta, që janë demokrat, ju them, kur nuk ka për të pasur hajër, asnjë zgjedhje e lire juaja, asnjë votimi juaj, asnjë njeri që ju zgjidhni sepse e doni, për sa kohë nuk do thani Knetën. Askush nuk ju fton dhe nuk ju thot që në 11 maj, hajde merrni testrën e Partisë Socialiste, hajde në bëuni socialist, ndroni ngjyrë, e ndroni bindje, e ndroni rrugë. Por ama, në 11 maj, edhe për arsyen tuaj tërësisht personale, që vota juaj e atyre pseudoprimareve është bërë objekt i një tallje të madhe, dhe që ata që ju zgjodhët, ju humën rrugës, ju të gjithë duhet të votoni pesën. Ju të gjithë duhet që me vot të investoni për Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe të merrni pasaportën europiane të Shqipërisë. Dhe patjetër, t'i jepni edhe një mësim bufit Knetës, edhe gjithë asaj Knete, duke i treguar se ju nuk jeni numëror topi, po se kur ju e ktheni votën në anën tjetër, ata ngelen komplet pa asnjë mundësi për të bërë si kur fituan. Dhe kjo është gjëja që ju duhet. Tani, natyrisht që dikush mund thot, po pse çat të duhet ty me ne? Ke po qanë hallin ti që Partia Demokratike po shkon poshtë e më poshtë, jo s'qa e hallin fare të kësaj. Me thënë drejtën, sa më poshtë, aq më mirë. Edhe më poshtë, edhe më mirë. Poshtë fare, mirë fare. Por këtë herë, pikërisht këtë herë, si asnjëherë më parë, mua më duhet kjo për diçka krejt tjetër. Më duhet kjo për atë mesazh që populli shqiptar do t'i japi 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe do t'i japi Brukselit, ku është dhe qeveria e Europës, si shprehje të një vullneti që është më i madh se shumica aritmetike e Partisë Socialiste për të mbyllur negociatat deri në 2027 dhe për të bërë anëtar të Bashkimit Evropian. Nuk është e rastit. Nuk është as për arsye thjesht që hajde të fitojmë ndeshjen këtu brenda, sepse në 11 maj ne nuk luajmë kampionatin kombëtar. Këtë gjë duhet ta kuptojnë mirë të gjithë votuesit. Në 11 maj ne nuk luajmë kampionatin kombëtar. Kampionati kombëtar nuk ka diskutim. Kampionati kombëtar nuk ka diskutim. Ne nuk luajmë kampionatin kombëtar.
në 11 maj ne luajmë edhe Champions League-ën. Dhe vendosja e të dy flamujve me pesën që i bashkon është një mënyrë për t'i thënë gjithëve, për t'i thënë gjithëve dëgjoni, o çuna, zogu, gjithmonë gjendet një që ka i fishkëllim të zgjatur në këto salla. Për t'i thënë të gjithëve, dëgjoni, në 11 maj është një moment historik. Është një moment që si asnjëherë më parë deri më sot, që kur ne kemi marrë rrugët dhe kemi ulëritur rrugëve duam Shqipërisë si gjithë Europa dhe jemi ndarë nga regjimi komunist, janë bashkuar yjet e fatit, fati ynë me fatin e Europës, dhe nuk jemi thjesht vetëm ne që si gjithmonë duam të hymë sa më shpejt në Bashkimin Evropian, po është dhe Bashkimi Evropian që do të na marrë ne brenda. Dhe kjo jo vetëm sepse ne kemi bërë detyrat tona, që pa bërë detyrat ata as nuk të konsiderojnë. Jo vetëm sepse ne kemi krijuar respekt, jo vetëm sepse ne kemi krijuar besimin e tyre, jo vetëm sepse na vlerësojnë dhe nuk na shohin më siç na shifnin kur ne morëm detyrën, kur Shqipërinë e konsideronin vrimën e fundit të kavallit, edhe thjesht bënin ato takimet për protokoll dhe me sy të ulur hajt marrëm shpejt. Edhe thonin ato fjalitë e përgjithshme, po një ditë ju do jeni në Bashkimin Evropian. Por sepse ata sot e kanë po aq të nevojshme se kemi ne, për arsyet e tyre, jo për arsyet tona, që Bashkimi Evropian të zgjerohet dhe që një vend tjetër e një vend tjetër të hyjnë në Bashkimin Evropian. Dhe keni parasysh që në këtë histori të 35 viteve, Bashkimi Evropian që kur ra muri i Berlinit, Bashkimi Evropian ka hapur derën dhe e ka mbyllur derën. Ka hapur derën, ka futur disa brenda, e ka mbyllur derën. Pastaj prapë ka hapur, prapë ka mbyllur. Dhe që kur Kroacia hyri në Bashkimin Evropian, dera u mbyll. Dhe u mbyll, madje në moment caktuar ata thanë që ne nuk do marrim më të tjerë. Kismet, më vonë, po jo tani. Dhe atyre që thonë që po ç'është kjo histori me Edi Ramën që thotë duhet e mandati 4 që të futemi në Bashkimin Evropian, nuk i mjaftuan 3 mandate, unë ju them dhe gjithë ju do t'i thoni që Malizi ka filluar negociatën në 2012, i ka filluar përpara se sa ne të vinim në qeveri. Dhe sot nuk është në Bashkimin Evropian. Sot është në krah me ne, sepse në ndërkohë ne kemi bërë një punë kolosale dhe jemi tani në të njëjtën vit të parë bashkë me Malin e Zi si 2 antarët e rinj më të mundshëm të Bashkimit Evropian. Duhet i thoni që Serbia i ka hapur negociata në 2014. Dhe sot është mbrapa nesh. Ishte shumë përpara nesh. Ne negociatat na i blokuan dhe na i refuzuan 3 herë rresht. Komisioni Evropian, që është qeveria e Bashkimit Evropian, që merret me shqyrtimin e të gjithë fakteve, thoshte këta i kanë bërë detyrat, hapin negociatat, mblidheshin 27 vendet, aty duhet konsensus, edhe herë dilte Hollanda, pastaj doli dhe Greqia, jo se është ky muhabeti, jo se është kjo çështja, dhe ne ushtym. Na i hapën, pastaj nuk uleshim dot në tavolinë për shkak të problemit që patëm me Greqinë, dhe ka vetëm që në gjysmën e dytë të vitit që shkoi që ne kemi nisë negociata. Ju thash, Malizin 2012, Serbia 2014,
Maqedonia e Veriut është bërë kandidate për Bashkimin Evropian 2005-ën. Këtu me siguri ka vajza e djemë që kanë lind 2005-ën, ose s'kishin lind fare në 2005-ën, ose ishin 3 vjeç e 4 vjeç në 2005-ën. Dhe na është dhënë mundësia e një kalendari 3 vjet, deri në 2027, që të mbyllim negociatat. Do t'jetë rekordi absolut i historisë integrimit që një vend të mbylli negociatat për 3 vjet. Pse? Sepse është puthur ylli i fatit ton me fatin e Europës. Por bollmat e fishkëllim, bollmat e fishkëllim. Nuk fishkëllet në BE kur do të thush bravo. BE fishkëllet kur do të thush s'mpëlqen. Dhe ajo që mund të ndodhi është që dera të mbyllet prap. Dhe nëse dera mbyllet prap, atëherë nuk dihet sa vjet merr. Ju thash, Maqedonia e Veriut akoma s'ka hap negociatat. Ishin më përpara nga të gjithë. Çfarë duhet bëjmë ne? Ne duhet të shfrytëzojmë këtë dritare. Dhe pse është i rëndësishëm 11 maj? Dhe pse në 11 maj nuk është çështja që do fitojmë ne apo do fitojnë ata? Se ata nuk kanë si fitojnë edhe nëse ne të gjithë ikim në shtëpi tash, edhe presim zgjedhjet. Nuk fitojnë dot ata për të fituar. Problemi është që në 11 maj duhet që shqiptarët të përqafojnë njëri tjetrin për 8 majtës e djathës, duhet që shqiptarët të i kalojnë të gjitha llojet e tifozliqeve, jo jam me këtë, jo jam me atë, jo jam me atë, duhet që shqiptarët ti lënë më një anë të gjitha, jo ky është Krushku, jo ai është Daja, jo këti do jap votën se më ka ardhur Xhaja, këto të gjitha janë gjëra që në çdo fushat bëjnë sens, jo në këtë fushat. Në këtë fushat këto nuk bëjnë sens. Dhe shqiptarët, pavarësisht se janë majtas apo djathas, nuk e kanë pas ndonjëherë si sot votën më të lidhur me një gjë shumë personale. Ajo pasaporta europiane e Shqipërisë, pasaporta ku do shkruhet Republika e Shqipërisë, Bashkimi Evropian, do të thotë jo vetëm liri për të lëvizur, po do të thotë dhe liri për të vendosur njësoj si të gjithë europianët e tjerë për të qëndruar ku do qoftë brenda perimetrit Bashkimit Evropian, për të vajtur e për të kthyer dhe mbi të gjitha për të hequr përfundimisht mbas shekujsh nga supet atë hijen e diskriminimit, hijen e poshtrimit, hijen e një lloj përçmimi me të cilin na kanë parë gjithmonë. Dhe nëse ka një kategori që duhet vrapoj në 11 maj, në pikë të mëngjesit, të vrapoj që të shkoj të hedhë votën, është gjithë brezi juaj. Sepse nëse ajo pasaporta ka një vlerë pa diskutim për të gjithë, edhe për gjyshit dhe gjyshet, se ajo pasaporta do të thotë që të gjithë ata që kanë emigruar, gjithë ata që duan njojën e pensionit, gjithë ata që presin dokumentat kur janë jashtë, nuk ka nevojë më për dokumentat e kujtdo shtetin e Europë, ju mjafton ajo pasaporta dhe mund të rinë atje ku janë, njësoj siç janë ata që janë lindur aty ku janë. Por ajo pasaport për ju dhe për brezin tuaj do të thotë që studimet juve mund t'i kryeni ku të doni, njësoj si vendosni në Elbasan, në Korçë apo në Tiranë, të vendosni në Tiranë, në Roma apo në Paris dhe jeni njësoj student të BE-s. Nuk jeni student të huaj që hynë me kuota dhe paguajnë tarifa shumë më të larta, siç ndodh sot me shqiptarët që shkojnë studiojnë në BE. Po ashtu, kjo do të thotë që juve mund të aplikoni nga shtëpia për një vend pune ku të doni brenda perimetrit BE-s. Dhe nuk i thot njeri ti aplikimi jot nuk mund pranohet se nuk je
nuk je banor i BE-s, ti je i huaj. Dhe po ashtu, të gjithë duhet ta dinë që me pasaportë kur shkojnë lëvizjen nëpër BE, nëse ka nevojë për kujdes shëndetësor, nuk i thot askush që priti herë se nuk je pjesë e këtij komuniteti dhe duhet të paguash çimet e kokës për të bërë një vizitë, se si je as i siguruar, as i pranuar si i tillë këtu, por krahas me pasaportën është dhe ajo karta e rrjetit shëndetësor të Bashkimit Evropian, me cilën ti hyn në çdo derë, në çdo klinik dhe shërbesh njësoj si ata që janë banor të atij vendi. Por me pasaportën e BE-s ti mund shkosh edhe jashtë BE-s dhe ke lehtësira që sot nuk t'i jep pasaporta shqiptare. Qoftë për të shkuar, qoftë për të qëndruar, qoftë për të qenë i mbrojtur në rast nevoje, s'ka ambasadë shqiptare, ambasada më e afërt aty e BE-s është ambasada jote. Ti shkon troket dhe ata të thonë hajde brenda si e ke hallin, mos u shqetëso, do ta zgjidhim ne sepse je qytetar i BE-s. E kuptoni se çfarë ndryshimi është ky? Ky është një ndryshim epokal. Ky është një ndryshim që na ka ardhur në dorë dhe që siç e kemi dorën kështu, duhet ta kapim edhe ta bëjmë në ndryshim. Mos ta lëshojmë pesën, po të bëjmë ndryshimin. Dhe nga ana tjetër, keni parasysh që futja në Bashkimin Evropian ne na jep mundësinë që të kemi një buxhet ekstra. Të gjitha këto diskutime që bëjmë, të gjitha këto nevoja, të gjitha këto investime, kemi bërë jashtëzakonisht shumë, por do të 2, 3, 4 fishohen në momentin që ne futim Bashkimin Evropian për një arsye shumë të thjeshtë, sepse Bashkimi Evropian do të na japi çdo vit një buxhet ekstra. Shembull, në gjithë këto vite ne kemi marrë nga Bashkimi Evropian mbështetje diçka më shumë se 1 miliard. 90% kredi, 10% grant. Por kredi të buta, po themi, po kredi. Në gjithë këto vite. Momentin që ne bëhemi antar të BE-s, ne marrim çdo vit diçka më shumë se 1 miliard, 90% grant dhe vetëm 10% kredi. Për bujqësinë, me që çështja e prodhimit, e ushqimit, e sigurisë ushqimore është çështja që do jetë gjithmonë më e nxehtë dhe ne kemi potencial shumë të madh akoma të pashfrytzuar. Në gjithë këto vite Bashkimi Evropian na ka mbështet më pak se 200 milionë euro në total. Më shumë kredi se sa grant. Me futjen në BE, 300 milionë euro çdo vit do na vinë vetëm për bujqësinë. E kuptoni se çfarë? Tani si mund të jesh një prind që e ke fëmijën 14, 15, 16, 17, 18 vjeç dhe që do ta çosh me studime jashtë dhe të thuash unë jam demokrat, unë jam i djathtë, nuk votoj për komunistat, e ta marrësh votën, e ta zhyzësh në kënet ke bufi edhe ke bretkocat. Si mundet? Ndërkohë që duhet ta çosh votën pikërisht aty në mes të fletës është pesa, jo për të bërë socialist, as për të bërë me Partinë Socialiste, por për ta përdorur Partinë Socialiste siç përdori populli shqiptar Partinë Demokratike në 92-shin, kur masivisht shkoi dha votën, jo se u bën të gjithë me Partinë Demokratike, një pjesë e madhe as nuk donin fare ta shifnin me sy, por ama ishte aty mjeti i dur në kohën dhe në vendin e dur për të ndarë një e mirë përgjithmonë nga sistemi i kaluar. Dhe nëse për socialistët vota për Partinë Socialiste është përkatësi, për të gjithë të tjerët vota
te kutia e Partisë Socialiste ime të maj është interes. Thjesht interes. Dhe e kundërta, vota e marrë e hedhur në kënet është thjesht një budallëk. Është budallëk. Është vot kundër fëmijëve tu. Është vot, je një fermer, jeton në fshat, je i djathtë dhe nuk i do 300 milion euro në vit nga Bashkimi Evropian, se do kënetën, e do bufin, ti qofsh. Dhe duhet ta dinë mirë gjithë ata që nuk e kanë mendje të votojnë për ne. Këtu nuk është çështja që ne rrezikojmë të mos fitojmë, që të jemi shumë të qartë. Nuk po i lutemi aman se ne do humbasim zgjedhje. Nuk është kjo fare, se ne e thash, sigur gjithë si që jemi, të risemi t'i ikim shtëpi, e të themi t'i bëjmë në një telefon njëri tjetrit në 12 maj, nuk fitojnë ata. Problemi është që ne na duhet një mbështetje e fuqishme për t'i thënë Europës, popullit shqiptar u bashkua si asnjëherë më parë, i ka përceu llogaret e partive, sepse do të vi këtu, të sjelli flamurin e Skënderbeut këtu, të anguli këtu dhe t'i japi fund të qenit popull i kategorisë 2. Shqiptarët nuk mundet më të shkojnë në aeroport të dalin nga dera tjetër. Kjo është dera daljes, kurse ne na thon prit herë se do dalin këta, pastaj do dilni ju këtej, se është kontrolli aty. Është shumë e qartë kjo votë. Ndërkohë që të gjitha të tjerat, punët për Elbasanin, punët për Belqin, punët për Gramshin, punët për Peqinin, punët për Prenjasin, për Librazhdin, e për Cerrikun janë shumë të rëndësishme. Ne kemi bërë plot, do bëjmë plot tjera. Të gjitha janë procese që janë të hapura, janë kantiere që janë të hapura. Sot Elbasani si qark bëhet praktikisht një nyje shumë e rëndësishme, sepse këtu kalon korridori 8, është superstrada që po ndërtohet, që ju e keni parë, është Hekurudha, që kemi marë mbështetjen për lotet, është edhe bypassi i Elbasanit që po negociojmë për ta financuar. Të gjitha këto janë të rëndësishme, të gjitha këto do bëhen. Patjetër, por më e rëndësishmja e më të rëndësishmeve është kjo që po ju them. Është që ne të mos humbim këtë takim me historinë. Këto të tjerat janë praktike, janë të rëndësishme, janë konkrete, por nuk janë historike. Kjo është historia në 11 maj, është takim me historinë që brenda 2027 të mbyllim negociatat. Dikush mund të thotë, po mirë më se kishit dalë këto pasqyrat e Kënetës, BE-ja rrëzoi Ramën, BE-ja tha që nuk ka rëndësi. BE-ja, po ta pyesësh, do thotë që hyrja në Bashkimin Evropian bëhet sipas meritës së vendit, pikë marrë muhabeti, kjo është e vërteta. Patjetër. Por nuk ka nevojë fare të pyesësh BE-n. Nuk ka nevojë të pyesësh BE-n, mjafton të dish pak fare nga historia jon bashkëkohore. Mjafton të shohësh bufin, ta shohësh fizikisht. Mund të imagjinohet që në BE do pritet me krah hapur? Në bën vaki. As bufi, as gjithë lukuria e Kënetës nuk kanë shans fare që të respektohen, të vlerësohen, të besohen, siç kemi arritur ne ta ngrem nivelin e respektit dhe besimit për Shqipërinë. Se këtu ishin kur ishin shumë më në formë, edhe Shqipëria ishte një qenie e përçmuar. Këtu ishin. Po përtej kësaj, është shumë konkrete gjëja. Janë 1000 vajza dhe djemë që çdo ditë, edhe të shtunë e diel punojnë për negociatat. Janë 40 skuadra, sepse në ndërkohë dëshira është
por duhet bërë puna, duhet bërë detyrat, janë qerek milion faqe. Legislacion, regula, masa që duhen marë, duhen kaluar nga organizmi legislativ dhe regulatori BE-s në organizmin tonë, etj. Dhe është çdo gjë e kronometruar deri në 2027. Ju thash, negociatat normalisht zgjasin me vite, 3 vjet nuk ka ndodhur, por duan ata ta bëjnë. Dhe vrapojmë ne, vrapojnë dhe ata. Tashi imagjinoni që në 11 maj del një rezultat as mish as peshk, fitoi Partia Socialiste, po hiç fitoi me atë shumicën e vet që kanë, po tjerët se dash kanë bëhen. Se pas kanë me ngut. Dhe nuk është vetëm kjo, po është edhe çorodia e gjithë kësaj pune. Jo 4 vjet, larg qoftë, po dhe 4 muaj, sikur të vonohet procesi i negociatave, mbaron, nuk arrihet do 2027. Po su arrit 2027, që është angazhimi tyre, dhe ata duan të mbyllin derën, thonë, po tani nuk kemi çfarë bëjmë. Ne u tham deri në 2027, juve nuk ka arritët, dera u mbyll, kismet më vonë. Janë të gjitha arsyet që ne të mos e humbim këtë trend të historisë. Këtë ditë ju them unë sot. Dhe duke i uruar sukses deputetëve dhe gjithë bashkë, dhe duke ju siguruar që ajo që ka kemi filluar me skuadrën e deputetëve do të shtrihet në të gjitha nivelet dhe rifreskimi të gjitha niveleve të qeverisjes, rifreskimi të gjithë organizmit të qeverisjes me shumë më tepër vajza dhe djem dhe thellimi i procesit që duhet na çojë tek njohja e meritës, tek njohja e potencialit, tek dhënia e dorës njerëzve që kanë çfarë të japin Shqipërisë, do të vazhdoj pas 11 majit dhe kush do të ketë pasionat vetar dhe kush do të ketë këmbguljen për të qenë pjesë e këtij transformimi do të jetë me siguri në gjendje që të gjejë vendin e vet në këtë rrugë ku ne kemi nevojë për shumë më tepër përfaqësues të gjeneratës më 3. Shumë faleminderit. Bravo, Fred!